aktual, aty ka një përbërje heterogjene të gjithë interesave të shoqërisë së sotme e cila merr pjesë. Dhe padyshim që një pjesë e madhe e njerëzve të cilët sot janë në protestë janë ato demokratë të cilët kanë protestuar për 13 vite. Unë kam pasur rastin të takoj shumë prej tyre dhe që ditën e parë më thanë që ne nuk rrinim dot përpara televizorit, se jemi rritur me protesten. Na zien trupi dhe padyshim, por Partia Demokratike nuk ka kërkuar dhe nuk kërkon që të marrë drejtimin e protestës për të cilën sepse politizimi i protestës edhe nga ana e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, por edhe nga ana e deputetëve, edhe ne që dalim si qytetar të thjeshtë atje në protestë. Dhe padyshim që kauza e cila sot artikulohet në gojën e qytetarëve dhe protestuesve është dorëheqja e qeverisë Rama. Dhe shpeshherë biles edhe deputet të Partisë Socialiste më thonë që cila është teoria e kësaj Rama-Burg, Berisha-Burg. Problemi është që unë edhe me shaka, shpeshherë i them unë, kryetari i Partisë Demokratike e ka kryer burgun pavarësisht në mënyrë pa drejt, 333, edhe hetimin, edhe gjithçka tjetër. Problemi është që të çojmë përpara organit të drejtësisë këtë tjetri i cili ka 25 vjet që udhëheq në Shqipëri ose më shumë dhe nuk po i hyn ferr në kam. Dhe dje në protest, për shkak të informacioneve që kemi, rezulton që dosjet të cilët janë sot në SPAK e nxjerrin lakurish në gjithë marrëdhënien që ai ka ndërtuar sot në raport me prokurimet publike, në raport me pronat. A po konvergon SPAK-u me sheshin? Unë nga informacionet që kam pritet që javës që vjen them kësaj jave të ketë arrestime të reja. Edhe në lidhje me vepra tjera penale të cilët janë të lidhura me prokurimet, me koncesionet, me mënyrën se si kërkohet. A duhet patjetër që SPAK-u në këtë moment të jap edhe një goditje tjetër? Padyshim. A do shkojë tek kryeministri i cili është koka e gjithçkaje që ndodh në Shqipëri? Unë të them të drejtën jam pak dyshues sepse realiteti e ka treguar që ata mund të shkojnë deri tek numri 2, por akoma nuk kanë kurajen dhe guximin për të shkuar tek numri 1 i cili është kryeministri. Të shpresojmë që SPAK-u të çojë kërkesën e re në lidhje me Belinda Ballukun, në lidhje me akuzat e reja të cilat janë bërë publike tani, dhe të shohim edhe mënyrën se si ngjarjet të zhvillohen. Por që bashkohem totalisht edhe me qëndrimin tuaj dhe me Tafanit, që Partia Demokratike duhet ta kap momentum në lidhje me protestën. Dhe protesta dhe njerëzit të cilët sot kanë një qasje duhet patjetër që të jenë pjesë e bashkëudhëtimit në fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, jo vetëm lokale, por edhe në zgjedhjet. Edhe diçka të fundit. Do e ketë si ofertë politike një Shqipëri të re PD? Partia Demokratike e ka kërkuar këtë gjatë gjithë kohës. Pse? Për një arsye shumë thjesht, sepse mënyra se si është formatuar sot sistemi, mënyra se si është ndërtuar dhe qeverisur deri në momentin aktual, kërkon një ndryshim rrënjësor të mentalitetit. Kërkon një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si qasja e njerëzve në raport me funksionimin e ligjit duhet të ndryshojë totalisht. Dhe me kërkesën e llogarisë. Absolutisht, se kjo është momenti kryesor. Dhe po të shohim edhe për shkak të presionit qytetar, por edhe për shkak të procedimeve, për shkak të denancimeve që Partia Demokratike ka bërë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe po ta shihni, asgjë e re nuk po del nga protesta, përveç atyre të cilët ne kemi thënë dita ditës, simbiozën e pushtetit me krimin. Dhe me të drejtë zoti Tafani e tha, unë kam edhe informacione